Një mbrëmje e veçantë muzikore erdhi për publikun shkodran në sallën Kardinal Mikel Koliqi të katedrales së Shën Shtjefnit, ku u përjetua një nga veprat më të njohura të muzikës baroke, Membra Jesu Nostri, nga kompozitori gjerman Dieterich Buxtehude. Koncerti erdhi si një meditim muzikor mbi mundimin e Krishtit, ku përmes një cikli prej 7 kantatash u përcoll një reflektim i thellë shpirtëror, i frymëzuar nga poezia latine mesjetare dhe tekstet biblike. Interpretimi nga Muzika Nova Ensemble me pjesëmarrjen e solistëve vokal dhe instrumentistëve të njohur erdhi në dirigjimin e Harlen Nikollit. Koncerti që kemi bërë sonte është një koncert që ne bëjmë çdo vit për gjatë periudhës kreshmes, cilin e bëjmë në gjitha dioqezat e Shqipërisë, Tiranë, Shkodër, Lezhë, Rrëshën, Sap. Vepra që performuam sonte është një vepër e cila dedikohet plagëve të Jezusit, vepra kryesore e koncertit është kjo, nga Buxtehude dhe titullohet Membra Jesu Nostri. Kjo vepër në secilin nga numrat e vet flet për këmbët, për gjunjët, për brinjën, për kraharorin dhe për gjitha plagët që Jezusi ka pësuar në mundimin e tij në kryq. Koncerti erdhi me mbështetjen e Konferencës i Peshkëvore të Shqipërisë në kuadër të 40 ditëve të kreshmave, periudhë përgatitore e të krishterëve përpara festës së Pashkëve.